Nuk ka Shqipëri madhështore e pa rinin në shtëpinë e vet. Në këtë mënyrë ju dritua të rinjve student, kandidati i Partisë Demokratike Ted Kopliku, teksa u foli edhe për programin e Partisë Demokratike. Si fillim ka me kenë bursa, minimumi jetik. Karta studentit ka me kenë diçka serioze që ka me shku nga biletat e teatrit deri tek transporti publik. Ka një mungesë inkurajimit për ekselencën që ka mu bë. Ajo që premton Partia Demokratike është lidhja mes universitetit edhe institucioneve. Me pas lehtësi edhe me pas inkurajim që juve me ju marrë në punë. Ka me kenë ligji për punësimin e pjesshëm. Është përjashtimi nga tatimi i biznesit kur krijohen nga të rit. Një. E dyta, mundësia për me kriju një çati për çdo çiftëri. Ka me kenë 30.000 euro kredi me zero interes. Asnjëri nuk ka faj kur i jashtë sepse kërkon një jetë dinjitoze. Një vend si joni nuk ta krijon këtë mundësi. Dhe angazhimi është pikërisht që me marr frenat në dorë të vendit, frenat në dorë të politikës dhe me kenë ju që e orientoni politikën tek interesat tuaja. Studentët votues për herë të parë shprehen shqetësimet e tyre që nisin që nga zvarritja e bursave, mungesa e infrastrukturës, mungesa e kartës së studentit. Ata thanë se Ted Kopliku në shohin si frymëzim për brezin e ri, duke i besuar në 11 maj votën e tyre. Nuk e di çfarë më ata për 12 viteve parsimin ku 12 maj të falën dona me vokët e studenturë nuk e bën. Nëse morëm vërtetë të histori gjurnalist, më tjetë dhe për studenta jo mash. Çdo vit po vjen po kërcësohet. Ti nuk mundesh me hini një institucion tjetër në posën e paguar. Tu nuk ka meritokraci. Pse duhet studentë Shkodrës me në Tiranë për me vazhdu një kësi. Studentave duhet me jollani një mundësi, nuk duhet me thonë që jo, tanë duhet me jalla një mundësi këtij vendit, me jalla një mundësi vedit, edhe me jalla një mundësi diku që ne mendojmë që e meriton. Unë e ka këtë muaj i ferrit. Bursa ka vjen planifikuar me dalë në gjysmë të shkurtit dhe ne kam marrë në godin e fund të marsit. Krahas kandidatit Kopliku, pjesë e takimit ishin edhe i pari listës Luciano Boçi, si dhe kandidati Klit Hoti.